Autoriteti për informim mbi dokumentet e ish-sigurimit të shtetit në vigjilje të ditës ndërkombëtare të Holokaustit 27 janarit ka lançuar për herë të parë në Korçë klubin e librit me moton të mësojmë nga e shkuara. Kryetari Agentiana Sula ka kërkuar më shumë mbështetje financiare nga autoritetet për botimin e historive njerëzore të periudhës së komunizmit. Sipas saj, autorët e kanë të pamundur të botojnë me tirazh të madh këto histori. Këto libra, siç dihet, e kanë të vështirë rrugën për të kaluar deri tek publiku, dhe sidomos tek brezat e ri, ku autoriteti ka dhe një mandat të përcaktuar në ligj, që është dokumenti qytetar. Shpesh librat janë të mrekullueshëm, por janë botuar në tirazhe shumë të vogla dhe nuk e kanë arritur ende masivizimin. Sula tha se botimet për historitë e kësaj periudhe duhet të bëhen pjesë e teksteve shkollore, që brezi i ri të njihet më mirë me historinë e periudhës së komunizmit. Ka shumë nevojë që të lidhen historitë njerëzore me mësimin e historisë. Shpeshherë mësuesit e historisë, sidomos, ose të letërsisë, për autorët e penguar, për autorët e përndjekur, janë ndjerë në vështirësi për të trajtuar tema në orën e mësimit. Në çeljen e klubit të librit në Korçë, shkrimtari Marcel Hila ka paraqitur për të pranishmit romanin e tij Rufeja në shtëpinë e Mikpritësit, një libër që na kthen pas në luftën e dytë botërore, duke treguar se si populli hebre është mikpritur dhe strehuar nga shqiptarët.